Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bëni këtë mask një herë në ditë dhe lëkura juaj do të duket sikur jeni 20 vjeç. Lëkura reflekton natyrën tuaj dhe është arsyeja e saj pse ju bën të ndjeheni më mirë. Të kesh lëkurë të bukur, të re dhe pa rrulla është ëndra e pothuajse çdo femre në botë. Botoksi është shumë i njohur për të gjithë, pasi përdoret nga shumë të famshëm për të trajtuar pamjen e tyre. Por fatkeqësisht ky trajtim nuk është i lirë, por vetëm disa femra mund ta përballojnë atë. Për më tepër, ajo është e përbërë nga shumë kimikate të dëmshme, që mund të shkaktojnë gjithashtu edhe efektet negative njësoj si botoksi. Në këtë video do të paraqesim disa receta të mrekullueshme që do ta bëjnë rrudhën të largohet më lehtë dhe pa shkaktuar edhe dëme të lëkurës suaj. Ajo do të ndihmojë në rritjen dhe parandalimin e komplikacioneve dhe në sigurimin më të mirë të mbrojtjes së trupit. Në këtë rast, rezultatet do të jenë të dukshme në vetëm disa përdorime. Të gjithë përbërësit janë të lirë dhe të lehtë për t'u gjetur në shtëpinë tuaj, dhe kështu do t'japin efekte mbreslëndse për të pasur një lëkurë më të fortë, një mbrojtje kundër komplikacioneve të saj dhe parandalimin e njollave të forta siç janë rrullat. Maskat anti-rrull të përgatitura në kushte shtëpie, të cilat do t'i paraqesim në këtë video, do t'jenë alternative shkëlqyer për të mbajtur larg problemet e moshës, kryesisht edhe në pjesën e fytyrës, ku ekspozimi ndaj faktorëve të jashtëm mund të jetë më i madh. Prandaj, kujdesi për një lëkurë të bukur dhe plot me shkëlqim duhet të fillojë që pas moshës 20 vjeçare. Me trajtimin e duhur të kremrave natyral, me ushqyes të vitaminave dhe mineraleve për lëkurën, me kalimin e viteve do ta keni më të lehtë të keni një mbrojtje më efikase për shëndetin tuaj të lëkurës dhe të parandaloni gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave të tyre. Prandaj, sipas ekspertëve, për të pasur një lëkurë më të mbrojtur, më të efektshme, duhet të parandaloni krijimin e këtyre shqetësimeve përmes recetave natyrale, një prej të cilës do ta rendisim edhe në këtë video. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë 5 lugë të pastra organike me karrotë, një lugë gjedhe miell mistri, një lugë gjedhe salcë kosi. Pasi merrni përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Hidhni 100 ml ujë në një tenxhere dhe shtoni miellin e mistrit. Vendoseni tenxherën në sobën e nxehtësisë mesatare. Trazojeni deri në kohën kur përzierja të bëhet e dur dhe uji të reduktohet. Vendoseni menjëherë dhe prisni derisa të ftohet. Pastaj shtoni një lugë karrote në salcën e kosit në të. Trazojeni derisa të merrni një përzierje të mirë homogjene. Së pari, pastroni plotësisht fytyrën. Aplikojeni këtë mask të produkteve në lëkurë dhe e lini të veprojë për gjysmëore. Më pas e shplani me ujë të vakët. Nëse përgatitet një sasi më e madhe, mund të përdoret përsëri pjesa tjetër, por sigurohuni që ta mbani gjithmonë në frigorifer. Aplikojeni këtë mask 3 deri në 5 herë në javë për të marrë rezultatet më të mira. Kjo mask me të vërtet do ta hidratojë lëkurën tuaj të errët dhe do të parandalojë gjithashtu edhe krijimin e rrullave të tyre. Ajo do të minimizojë pamjen e rrullave të errta dhe do të bëjë që të keni një lëkurë më të bukur. Provojeni tani maskën dhe rezultatet që do të merrni do t'ju habisin, pasi do të sigurojnë një mbrojtje më të mirë dhe do ta bëjnë lëkurën tuaj që të duket të paktën 20 vite më e re. Nuk është nevoja që të blini maska të shtrenjta nëpër dyqane për fytyrën, por ju mund t'i përgatisni ato vetë në kushte shtëpie për të siguruar një mbrojtje më të mirë për dukjen e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të rrullave në të. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës gjithashtu mund të jenë alternativa të çmuara rezultative kundër problemit të shqetësimit të tyre. Ndaj sigurohuni që ta aplikoni vazhdimisht në dukjen tuaj. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot e përplot me element që mund ta mbajë lëkurën të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe lehtësuar edhe problemet e acarimit. Këto receta janë dëshmuar për shumë arsye dhe kanë disa të përbashkët, siç është e bardha e vezës. Maska e thjeshtë me të bardhë vezë dhe kos. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës dhe kosit. Gjithashtu mund të përgatitet me këta përbërës: 2 të bardha veze, 2 lugë gjedhe kos. Udhëzimet: ndani të bardhën e vezës nga e verdha e saj dhe e vendosni në një tas.
Shtoni 2 lugë gjedhe kos, mos përdorni salcë kosi. Përzierni së bashku dhe vendosni përzierje në fytyrë. E lini në fytyrë për disa minuta dhe pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë, më pas me një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për të pastruar në thellësi lëkurën tuaj. Përbërësit që u duhen në këta aspekt janë: një bardhë vezë, 2 lugë gjedhe argjil, 1 lugë gjedhe mjellmisri, një pikë vaj juaj i preferuar esencial. Përzjeni përbërësit në një tas dhe vendosni më pas përzierjen homogjene në fytyrë. E lini derisa të thahet dhe më pas e hiqni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse për lëkurën me limon për një hidratim më të thellë të saj dhe parandalimin e komplikacioneve të dukshme të tyre. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puçra dhe gjithashtu është e mirë për çdo lloj lëkure. Receta ka nevojë për këta përbërës bazë: një bardhë vezë, 2 lugë gjedhe me mjaltë të rrjedhshëm, 4 lugë gjedhe lëng limoni, 4 lugë gjedhe kos dhe jo salcë kosi. Udhëzimet: i përzierni përbërësit së bashku dhe vendosni atë në fytyrë. E lini për rreth 15 minuta dhe më pas e lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në 1 javë për ta përdorur sërish. Maskat shfrytëzuese të fytyrës. Sheqeri në këtë maskë bën të mundur edhe shtresëzimin, ndërkohë që vaje bën këtë maskë më të mirë për lëkurën e thatë, të dehidratuar dhe lëkurën e moshuar. Receta ka nevojë për këta përbërës: një të bardhë veze, gjysmë lugë gjedhe vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh, 1 lugë gjedhe me miell, 1 lugë gjedhe sheqer kaf, 1 lugë gjedhe me qumësht. Udhëzimet: i përzjeni përbërësit dhe i vendosni maskën në fytyrë dhe shpërndani me lëvizje rrethore, në këtë mënyrë duke e pastruar atë. Shtojeni më shumë sheqer nëse dëshironi gjithashtu një pastrim të thellë. E lini maskën në fytyrë për 15 minuta dhe më pas e pastroni. Kështu do të arrini të keni rezultate më të mira mbrojtëse në dukjen e lëkurës. Maska për tonifikimin e fytyrës. Vendoseni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndjeni sikur po ju ndodh një ngritje e vogël e lëkurës, dhe kështu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Përbërësit që duhen në këtë recetë janë: një bardhë veze, siguroni që veza juaj të jetë shumë e ftohtë, 1 lugë gjedhe me miell misri. Rrihni këto përbërës me një piro derisa të krijohet një përzierje e njëtrajtshme. E vendosni përzierjen në fytyrë dhe e lini që ajo të thahet. E përdorni atë që të rrëshqas, prandaj vendosni maskën në fytyrë derisa të shtrihet. Lëkura e thatë dhe më pas shplahet fytyra. Në fund të aplikoni një hidratues të fytyrës suaj. Maskë për fytyrën me miell tërshëre dhe kos. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurës dhe është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Ajo do ta pastrojë dhe rigjenerojë lëkurën tuaj. Këto maska për fytyrën me kos janë shumë të mira për lëkurën e ashpër, të djegur nga dielli dhe acarimet. Nëse keni fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni, për lëkurë të thatë, shtoni disa lugë gjedhe mjaltë. Përbërësit që u duhen janë: 1 lugë gjedhe miell tërshëre të bluar imët, 1 lugë gjedhe me kos, disa pika me mjaltë, dhe udhëzimet të përgatitjes së kësaj recete janë këto. Në një tas të vogël, hidhni miellin e tërshërës dhe kosin i përzjeni së bashku. Ngrohni disa pika me mjaltë. Për të bërë këtë, ngrohni një lugë duke vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas, mund të shtoni disa pika mjaltë në lugë, dhe kështu do të keni rezultate të shkëlqyera ushqyese në dukjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e krijimit të njollave të saj. Maska e fytyrës me kos për fytyrën e djegur nga rrezet e diellit. Kjo maskë mund të jetë një alternativë e shkëlqyer në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të njollave. Përbërësit që duhen në këtë rast janë: 1 filxhan me kos natyral, gjysmë filxhani miell tërshëre bollgur, disa pika mjaltë. Përzjeni përbërësit së bashku e vendosni përzierjen në fytyrë për 10 deri në 15 minuta. Më pas e pastroni fytyrën me një leckë të ngrohtë dhe kështu rezultatet që do të merrni janë vërtet efektive në parandalimin e krijimit të njollave të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të parandalojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.